Pas protestave në Prishtinë, Tiranë dhe diaspor, valja mbështetjes për ish-krerët e UÇK-s u zhvendos në Shkup. Qytetarë të shumtë u mblodhën për të shprehur solidaritetin e tyre duke përcjellë mesazhe mbështetje dhe duke kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që janë në proces gjyqësor në Hag. Organizatorët e protestës thanë se kërkesa e vetme e tyre mbetet lirimi i ish-krerëve të UÇK-s, duke theksuar se lufta e UÇK-s ka qenë çlirimtare dhe se procesi gjyqësor sipas tyre është i padrejtë. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, ajo gjykatë më shumë është drejtësi politike dhe u ngjan gjykata të ish Jugosllavisë. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Protesta u zhvillua e qetë dhe pa incidente. Ndërkohë në Hag po vazhdon gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Akuza këto që mbrojtja i ka hedhur poshtë. Procesi gjyqësor për ish-krerët e UÇK-s ka hyrë në fazën përfundimtare dhe epilogu pritet të jepet brenda vitit 2026.